rikthyer në pjesën e dytë të emisionit dhe 100.000 vizitorë në kalan e Gjirokastrës për vitin 2026. Ua, Franqe, edhe të mendosh që është vetëm gjysma e vitit. Deri për vit të ri, besoj se do bëhen 200.000 atje në Gjirokastër. Mirë, 200.000, nëse vështirë më duket. Vështirë? Po. E po mirë, 180.000 po. Jo, nuk e kisha të numri unë fare. Unë e kisha të kjo, do më thënë, punën e turizmit, si koncept e qajmë ne jona, po puna është në teren, punët nuk shkojnë aq mirë. Jo, tani se ne po flasim për Gjirokastrën, dhe ti e di e ke parasysh që drejtuese e qarku Gjirokastër ka qenë Ministre e Turizmit, Mirela Kumbara. Jo, për një sekund, ajo është Ministre e Arsimit. Detaje kapilare, pra që një vit ka që është Ministre e Arsimit, por ka që në 2022 pra që ka qenë Ministre e Turizmit, të lutem shumë. E drejtuese e qarkut, po pra. Lidhje ka kjo, çdo të thot autori me këtë? Autori do të thoj, Franqe, se kjo duhet shtjelluar pak. Dhe ajo që duhet të thosh është që Edi Rama dhe Mirela Kumbaro i kanë dhënë një rëndësi shumë të madhe pas tërtisë në Gjirokastër, dhe madje plera që kishin qato të them 30 vjetë që ishin atje, ata u betuan që do të ishnin. U betuan atyre? U betuan. Pra kjo ishte një premtimi 2022-shit? Po sot? Shikoj. Kjo është çfarë Gjirokastra prodhon. Dhe ne nuk mund të kemi Gjirokastrën e UNESCO dhe Gjirokastrën e turizmit pa Gjirokastrën që menaxhon këto mbetjet. Dhe nuk mund të krenohemi me Gjirokastrën për sa kohë kemi një pamje të tillë mjedisore, që pa ndërhyrjen që po bëjmë tani, të gjithë bashkë, Ministria e Mjedisit, Bashkia edhe bashkë me ju, nuk mund të krenohemi për Gjirokastrën. Pa këtë nuk ka Gjirokastër, pa e zgjidhur këtë. Gjirokastra është qytet shumë i rëndësishëm, është qyteti i UNESCO-s, është i botës, nuk është vetëm i Shqipërisë, prandaj ne nuk mund të pretendojmë të zhvillojmë turizmin edhe të promovojmë Gjirokastrën, ndërkohë që kemi një plak të tillë mjedisore. Se kjo është ajo çka nuk shihet, po e keqja jon me mbetjet është se ne mendojmë që mbetjet që ne prodhojmë nuk shihen. Dhe kur nuk na e sheh syri, sepse ne nuk shohim më shumë se maja undës, kujtojmë se e kemi zgjidhur problemin. Në fakt problemi jaku është, edhe kjo është vetëm faza e parë e zgjidhjes së problemit. Faza tjetër që shkon paralel është edukimi i gjithë qytetarëve që mbetjet të mos i hedhin lart e poshtë siç ishte rasti i Dunavatit, por vetëm në përkosha. Edhe Gjirokastra duhet të jetë model dhe të ndara. Kjo ka qenë një zonë toksike në fakt, jo thjesht për lagjen granice dhe po shohim se si është të moment, por në periudhën e verës këtu është e padurueshme ti jetosh në këtë zonën, pjesën këtu. Bile para disa vitesh ka ndodhur një zjarr në këtë dhe ka qenë vërtet e pamundur që të menaxhohej dhe thash nuk mund të flisem për turizëm në qytet. Kështu që vërtet unë falenderoj Ministren, por edhe Gizin për gjithë suportin që na keni dhënë këtë periudhë të shkurtër, arritëm që ta koordinojmë dhe tani të vazhdojmë me projekte të tjera, patjetër. E kemi prioritet absolut. Ne nuk mund të pretendojmë zhvillojmë turizëm pa prioritetin e mjedisit dhe pa prioritetin menaxhimit mbetjeve. Ne sot përballemi me 30 vite e kusur keq menaxhim ose hiç fare menaxhim. Kjo është situata. Tani kjo herës tjetër ne do të vim kur të ketë avancuar puna, si është grafiku i punimeve, kur parashikohet që të mbarohet? Domthonë në fillim të muajit maj. 12 javë është grafiku. E rëndësishme është që sezoni turistik na gjej me depozitimin e stabilizuar. Do të vim prapë tu dhe që ta shikojmë. Më vjen të qaj kur mendoj se si udhëheqësve tanë ja futin pas shpine. Jo, dale, Franqe, nuk e prisja prej teje këtë. Qa ishte jo kështu? Si që ishte? Kjo është thënë që në kone e verit. Uj lartë kullon i këthjelët, po fillon të turbulohet poshtë. Pra, ti po thuaj që Edi Rama është në rregull me gjitha këto investimet e veta, me këto projektet e veta, por këta, si të thuash, roqa poshtë ja prishin, e? Bravo, fikse, ke kapur tamam mendimin që kisha unë, dhe po të them që Rama ishte vetë personalisht që promovoi këtë fillimin e pastrimit të qarkut Gjirokastrës. Do me thënë, kaq shumë rëndësi ka dhënë higjienës aty në Gjirokastrë me Franqe, ja? Dhe jo vetëm ai, po bashkë me Kumbaron e kishin shumë merak të punën e pastërtisë sepse thonin që është kyç i turizmit. Tani, Rama postoi fillimin e punimeve apo mbarimin? Tani, Rama postoi foton kur ishte vendi aty me plera i qelbër, do më thonë, dhe pastaj
postoj edhe foton ku ishte bërë vëndi xixë. Ua, do më thënë tani Gjirokastra është e pastër, e? Jo, dale, po nuk thash këtë. Nuk the xixë. Jo, disi është puna, kamera ka kapur atë që i ka dashur qefi. Dhe ka shitur pastaj te publiku si kur gjoja na qënë kër ka pastruar. Po që publik me Franci? Pa ta pas kanë gënjur kryeministrin. Si mund të manipulojnë këto imazhet kështu? Pikërisht pra, e kupton tani pse të thash që uji kullon i kthjellet nga lart për turbullohet poshtë. Shikoje pak, shikoj si e ka ngrënë i shkreti. Shika Franci, se ne kemi thënë që jemi një televizion pro-qeveritarë dhe mbi të gjitha të lutem shumë, Edi Ramës, Franci. Pa tjetër. Dhe duke qënë, të lutem shumë, Franci, se jam shumë e indinjuar, dhe duke qënë një televizion pro-qeveritar dhe pro-kryeministri tim të dashur, kur diçka e thot kryeministri im që plerat janë pastruar atje në Gjirokastër, kush jam unë që ta vë në dyshim? Shiko. Ulu? Jo, Gjo, më të rëmneri qetë. Moj të lutem shumë, si të jeme qetë me Francisi, po është kryeministri im, po ka 83 mandate, po populli e do. E do, është e vërtet. Si të ule? Ulu pak. Po nuk më zëvëndi, moj Franci. Po ulu, moj pak, ulu. Ja ula, qau zgjith. Po ju më nuk është Po lëre tani, tjetra. Po se ka gënyer dhe kushne, moj Franci? Kushne? Po si na doli kundër Zvërnecit me dhe nuk pranoj asgjë. Njëse jo iku, po s'pranoj asgjë. Një sekund, kush iku? Ku vajti? Moj të lutem shumë. Pse iku? E përgënjeshtroj, Franci. E përgënjeshtroj të gjitha dhe tha unë s'kam punë, tha me Zvërnecin. Një sekund, ja se jam punë delikate këta, më bëj mua lojra. Franci, të lutem shumë se ka me fakte Juli më dimon se jam i indinjuar, të lutem, ja ku e ke. Ja. Ledzoje? E pas ka thënë me tërmënd, moj, nuk kam patur sot lidhje me investimet e Zvërnecit. Të thash? Që s'pranoj asgjë. Ulu aty? Jo, ulu se duhet bëjmë serioze këtë tash. Po jo, tani se e kupton që të dalin kamerat, se duhet dalim dhe tek
tek puna e gënjeshtrës, të më nxjerrin mua kryeministrin gënjeshtar, vetëm se kamerat kapin atë që duan ato? Pikërisht, dalim ke plerat në Gjirokastër, aty më iqa këto Juli, ashtu dhe, bravo, tani, po thoshim. Jepi, Franci. Parat e plerave janë zënë, për pastrimin e plerave, parat janë zënë. U bë dhe propagande madhe në 2022. Ndërkohë, sot që flasim, 2026, mesi i vitit, dhe plerat në Gjirokastër qëlbener, se mirë për syrin që po e manipulojmë, po kësaj që ti bëjmë? Atë thuaj. Këtu ndodhemi në Gërhot, vetëm pak qindra metra nga qyteti i Gjirokastrës. Këtu është dhe vendi i depozitimit të gjitha mbetjeve të qytetit të Gjirokastrës, pa hidhen këtu dhe më pas mbulohen me materiale inerte, me zhavor, me dhe, nuk ka rëndësi. Po të shikoni pak më poshtë, është vendi rrethuar dhe diku nga viti 2022 filloi një projekt ku u rrethua nga bashkia dhe u hodhen diku tek 13 milion lekë të reja apo 130 milion lekë të vjetra dhe kjo ishte vetëm faza e parë e projektit ku do bëhej grumbullimi, depozitimi dhe më pas seleksionimi i mbetjeve për të shkuar më pas në fazë riciklimi. Por ka 4 vjet dhe projekti ndaloi që në fillimet e veta. Dhe siç mund ta shikoni, gjitha e sipërfaqe ku u hap nga bashkia tashmë po mbushet me mbeturina. Nga ajo ditë dhe deri më sot nuk ka ndodhur asgjë. Dhe vazhdojnë mbetjet e qytetit të Gjirokastrës të depozitohen po në të njëjtën mënyrë. Ja, në këtë fushë. Për riciklim, as që bëhet fjalë fare. Përveç hedhjes së dheut këtyre sipër. Ka vjetoj kjo. Hidhet dhe. Dhe. Riciklim bëhet kështu apo ndarje seleksionim? Jo. Gjithë këto plastik. Gjithë këto plastiket. Këto mbulohen. Mbulohen me zhavor. Ja dhe ke zhavor. Është komplet. Fati i madh toni, që kemi mjet këtu. Këtu ku shkelim ne është i hedhur dhe. Këto janë tani, ky mund të jetë kati 5. Mbeturina poshtë. Mbeturim, hiç zhavor, kavajeto, që mos të krijojnë probleme. E kuptoj. Ja dhe mënyra se si shkarkohen mbetjet e ndryshme të qytetit të Gjirokastrës, të shkretët punëtor në mënyrat më primitive të mundshme punojnë. Ja, këtu jemi tek vendi i cili mbyllet me çelës dhe hapet kangjëlla ku supozohej që te kjo fush do të ndodhte edhe faza e diferencimit të mbetjeve për të shkuar më pas për riciklim. Pavarësisht se është mbushur me dhe, poshtë kësaj sipërfaqe me dhe ka vetëm mbeturina. E gjithë kjo sipërfaqe këtu është një lloj, pra nuk është se bëhet në një proces seleksionimi apo diferencimi. Kjo punë vazhdon. Hidhen mbeturina, hidhet dhe. Ja pra, ku është qyteti Gjirokastrës, ja kalaja e bukur dhe fisnike, dhe ja ku është Gërhoti dhe fusha apo vend grumbullimi i mbetjeve urbane, mbetje e qytetit të Gjirokastrës. Shumë pak qindra metra larg qytetit. Vetëm se nuk duket gjë. Po qa skandal, ja Franci, shkreti kryeministër që e kanë gënjur dhe kanë mashtruar, i kanë thënë që plerat i kanë hequr, Franci, e kupton? Dhe ai është me mendje tani që Shqipëria është lule, është xiz. Po, ton çat smeri. E shkreta, unë që do ketë gënjur dhe Macronin djej, do ta ketë pyetur Macronin që mo qa bëhet ande nga Gjirokastra? Xizi ka thënë kë. Tani fal, qa lidhje ka Macroni, si ma nxori Macronin këtu brenda?
Çfarë lidhje ka Macroni me Gjirokastrën? A nuk erdhi një herë Macroni në Gjirokastër që këndoi edhe gruaja e tij në Butrind? Gruaja e Macronit? Po jo me Franci më duket e ngatron. Ka qenë Sarkozy se ajo me Carla Bruni. Ç'bëri ky, ç'bëri ai tani detaje kapilare. Ideja është që e ka pyetur tjetri që si është Gjirokastra dhe ky i ka thënë që Gjirokastra është shumë e pastër, ndërkohë që Gjirokastra po mbytet nga plerat jona. Po e di me kë e ka minatin unë Franci. E ka me patronazhistët, sepse e kupton tani ne paguaj patronazhist me Franci dhe ata hiç. Po ç'a të bëjnë, me ç'a do ti të bëjnë patronazhistët? Po të raportojnë, me të tregojnë malin me plera që është atje, Franci, e kupton? Do tregojnë që është malin me plera edhe të vejnë ta heqin. Po tash halli qëndron që pikërisht ata patronazhistët që jetojnë atje paguajnë që të mos flasin. Jo, si ishte kjo? Tani, edhe jetojnë mes plerave dhe paguajnë që të mos flasin. Pikërisht, se e diku është e bukura, Kleçka ku qëndron. Bashkia i ka futur banorët e asaj zone në ndërmarrjen e pastrim gjelbërimit. Dhe ata të shkretet për një rrogë që marrin, nuk flasin dot. Tani do ndaj me ju diçka shumë të çuditshme që në kaq vite punë nuk më kishte ndodhur. I shihni këto shtëpitë që janë këtu, janë shumë afër me vend grumbullimin e mbetjeve të qytetit të Gjirokastrës. Kur unë vajta te banorët për të biseduar dhe për të thënë që mund të flisni në mikrofonin ton për t'u ankuar për sa i përket aromës që ndjeni këtu, erës pra, dhe situatës me mbetjet, e çuditshmja është se pothuajse të gjithë ta banorë ishin të posuar pranë ndërmarrjes së pastrim gjelbërimit të qytetit të Gjirokastrës dhe askush nuk foli. Gëk! E çuditshme. Deri këtu s'më kishte shku mendja kurrë në botë. Madje, njëri nga banorët e di si tha, nuk e hap gojen, tha, edhe sikur kaq të ma bëjte koka, tha, se për çfarë kishte fjalën, unë nuk e di, po sikur kaq tha të ma bëjte koka, tha, unë tha nuk e hap gojen. Ç'të them tjetër? Ika. Është e kotë. Po tani si i bëhet o Franci, sepse populli nuk flet. Ndërkohë Edi Rama mendon se vendi është xiz. Ndërkohë aty mali vazhdon të jetë me plera. Tani ka një zgjidhje jona, po besoj që mbyllet me mbylljen e negociatave. Po si, do më thënë, ç'lidhje ka pastrimi i Gjirokastrës me negociatat për be? Jo, nuk ka lidhje kështu, po thjesht përkojnë datat. Se takuam ne një drejtori punëve publike në Gjirokastër, shumë i komunikueshëm. Ai e pranoi problemin, po tha që duhet të paktën një vit e gjysmë kohë që të mbyllet. Ka unë një zgjidhje, Franci, për me i heq ato çat the për një muaj. Po shpirt me se më është si të them është mal me plera. Po më dëgjoj pra, në qoftë se Edi Rama, Franci, jep leje për një kull aty, e di si ta rafshojnë. Madje të bëjnë edhe gropën. Në Shqipëri të bëjnë gropën dikur ka qenë mallkim, ndërsa tani duhet me marrë dhe leje me të bë glop. E di Franci nuk ta zë goja se kështu i bie. Jo, fiks, do t'i manzuri. Gjithsesi mos ta thelloj më shumë këtë muhabet dhe të dëgjoj më mirë drejtorin e punëve publike të Gjirokastrës. Nga këtu duket në horizont vendi grumbullimit të mbetjeve të qytetit Gjirokastrës. Para shumë vitesh u trompetua me të madhe që u morë përsipër të zhvilloj një projekt ku hodhen shumë para dhe situata, pas 4 viteve, vazhdoni njëjta. Për hir të vërtetës, këtij realiteti, përpiqemi dhe kemi nisur me synimin në rrugën e përmirësimit dhe të realizimit të diçkaje përmirësuese për pastrimin në total, por edhe për gjendjen e landfillit dhe për punimin dhe ndarjen e mbetjeve. Kemi nisur të punojmë për përmirësime real. Këto 2-3 muaj janë muajt e ngarkesës për shkak të rritjes së turizmit, por shpresojmë që kërkesat tona dhe synimet tona në periudhën e vjeshtës t'i bëjmë të qarta, të sakta. Besoj transformimi real dhe i dukshëm është për një vit e gjysmë. Besoj unë, për një vit e gjysmë mund të ketë një transformim i cili do bie në sy dhe do krijojë një shije tjetër dhe një ndjesi tjetër. Para 4 vitesh janë hedhur disa lekë, sigurisht ju me të drejtë, sepse nuk jeni ju personi i cili jep një llogari për ato që ndodhen. Dhe sigurisht unë nuk jam gjykatësi apo prokurori që të marrë pyetje dhe të dënoj ndokënd. Ajo që ne shpresojmë në fund të ditës është që vërtet të bëhet ajo punë dhe vërtet Gjirokastra apo gjirokastritët të bëjnë një jetë më cilësore. Në fund të ditës këtë duam të gjithë, apo jo?
Qëllimi është absolutisht i padiskutueshëm dhe është ajo që kërkojnë së pari ne për veten tonë, si jetues në këtë qytet, për ato vlera monumentale që paraqet qyteti dhe për ata turistë që shkelin këtë qytet dhe që është shumë e rëndësishme të përcjellin mesazhe të një standardi dhe në përpunimin e mbetjeve dhe në mënyrën se si trajtojmë ato dhe në mënyrën se si mbledhim ato në pikat e mbledhjes pranë komunitetit. Llav burri, Besojmë se po. Llav burri. Ma jep dorën? Patjetër. Përpiqemi të bëjmë më të mirën. premtim. Burrash. Faleminderit. Kënaqësi. Kjo ishte gjithçka edhe për sot, kështu që shifemi nesër. Natë e mirë. Natën.